kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe në kuadër të cilit të dokumentarëve firmëtarët, ne ndodhemi sot me një tjetër personazh i cili do të zbulojë më tepër mbi historinë e vërtetë të Shqipërisë dhe pasardhësit e firmëtarëve. E në fakt ndodhemi me studiuesin dhe koleksionistin Niko Kotherja. Niko, përshëndetje. Pyetja e parë që unë do t'ju bëja duke ju parë të shoqëruar nga këto dokumentat shumta do t'i ishte drejt për drejt. Çfarë dokumentacioni ju posedoni në këto momente? Si fillim faleminderit për mundësinë që më krijuat për të folur në një minutazh ndoshta më të gjatë sesa kam patur mundësi për të folur herë tjetër në lidhje me certifikatën e lindjes të shtetit shqiptar. Është dokumenti të cilin ne do t'i kushtojmë një vëmendje shumë më të madhe dhe fatkeqësisht kohët e fundit po i kushtojmë vëmendje më të vogël, duke u kapur pasqyrave të tjera që ndoshta mund të jenë shumë të parëndësishme sesa realisht vlera që mbart ky dokument. Më duhet të them që unë në koleksionet e mia kam disa materiale, përgjithsisht në origjinal, të cilat lidhen me ngjarjen e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Përfshi këtu dokumentacionin e qeverisë së Vlorës për sa i përket artimit të ligjeve dhe neneve të para të shtetit shqiptar, të cilat i kam origjinal në dorëshkrim dhe me nënshkrimet përkatëse të ministrit të drejtësisë dhe këshillit të drejtësisë, pranë ministrit të drejtësisë, i cili në atë kohë quhen Petro Poga, nga fshati i Rind i Gjirokastrës, njëkohësisht edhe nga personazhet që ka patur bibliotekën personale më të madhe në Shqipëri. Përveç këtyre materiale të tjera që lidhen drejt për së drejti ose indirekt me zbardhjen e aktit të pavarësisë, pamjen origjinale të tij, ribotimin ose riprezantimin e këtij dokumenti në publik pra të shqiptarët. Ka disa gjëra interesante që besoj në minutat e emisionit tuaj do t'i mund të zbërthejmë hapësapi. Patjetër, le ta nisim nga analiza e dokumenteve kyç, analiza e dokumenteve bazë që ju posedoni në këto momente dhe le të shohim se çfarë përmban më gjerësisht dokumenti i pavarësisë, akti i pavarësisë. Që ne të kemi një bisedë të frytshme dhe të bazuar në dokumentacion, nuk do preferoja që të thoshim vetëm fjalë, por të kapnim dhe dokumentacionet me dorë. Eksaktësisht këtu kemi dokumentin e shpalljes independencës kombëtare në Vlorë, 28 nëntor 1912 dhe fytyrat e përfaqësuesve të popullit shqiptar që patin fatin e lumtur me e shpallë. Tiranë 28 nëntor 1937 e boton Lef Nosi, ribotimi është i rezervuar. E lexova të gjitha për t'i qëndruar besnik titullit që ka përzgjedhur Lef Nosi për të botuar dokumentin e shpalljes së pavarësisë, të cilën theksoj ai e ka ruajtur në morin shumë interesante dhe me shumë vlerë të arkivit të koleksioneve të tij. Ky është dokumenti i cili është botuar në mezin e nëntorit të vitit 1937 me rastin e 25 vjetorit të kremtimit të pavarësisë ose independencës kombëtare, një festë e cila e okupoi shtetin shqiptar të kohës me rreth një vit para përgatitjesh për të kulmuar në muajin nëntor të vitit 1937 dhe kulmimi i kësaj feste ishte botimi për herë të parë, pra zbardhja për herë të parë në publik dhe për këtë shqiptar ose jo, i dokumentit të shpalljes së pavarësisë. Kjo është një pamje të cilën deri më sot e kemi të trashëguar fatmirësisht dhe vetëm deri më sot prej së cilës kemi parë se cili ishte dokumenti që i dha jetë shtetit shqiptar. Nga një anë kemi të paraqitur flamurin, i cili ka qenë forma e shqiponjës, është forma e miratuar me ligj në statutin e mbretërisë shqiptare. Pra ky është flamuri, modeli flamurit shqiptar që është përdorur në kohën e mbretit Zog. Më poshtë kemi një fotografi e cila është shumë interesante. Them shumë interesante sepse është kryer në oborin e godinës ku është ngritur flamuri, e cila sot fatkeqësisht nuk ndodhet, sepse në vend të saj u përzgjodh që në vitet 60 të ndërtoi monumenti i pavarësisë që ne kemi sot në Vlorë. Dhe sarajet e Xhemil pas Vlorës u prishën për të na dhuruar atë sheshin sot që kemi, sheshin e flamurit, njëkohësisht dhe monumentin ku ndodhet Ismail Qemali me miqtë e tij. Ktu jemi në oborin e shtëpisë së Vlorajve, është një fotografi e cila është kryer në fillim të dhjetorit të vitit 1912, ku ndodhen dhe janë prezent dhe ata delegat të cilët nuk kanë mundur të ishin prezent fizikisht në momentin e nënshkrimit të këtij dokumenti të pavarësisë. Pra këtu kemi pothuajse të gjithë delegatët, me përjashtim të
1, 2 ose shumë treve që nuk kanë mbritur dot fizikisht në Vlorë, dhe këtu kemi personazhet më të dalluar të ngjarjes së shpalljes së pavarësisë. Kemi në qendër Ismail Qemalin, më pas kemi në kryetarin e qeverisë, i cili është Dom Nikol Kaçori, në krahun e djathtë të Ismail Qemalit, ndoshta edhe për nga pjekuria dhe për arsye të detyrës që ai kishte, kryetari i pleqësisë ose kryetari i senatit është Vebi Dibra, Vebi Agolli ose Abdyl Aziz Vebi, që e shohim të shkruar më poshtë, që do ta shikojmë në një revistë botimit të revistës Njeriu. Më pas kemi figura si Isa Buletini, kemi figura si Nebi Sefa, kemi figura si Luish Gurakuqi, Jovan Posio, i cili nuk ka qenë delegat i Vlorës, por bashkëshorti i tij, patrioti Amerigo Posio, thuhet që ka qëndisur flamurin e ngritur në balkonin e shtëpisë të Xhemil Vlorës në mbasditjen e datës 28 nëntor të para 100 viteve. Kështu që si përfaqësues i një shtrese patriotike të zonës së Korçës dhe të zonës së Vlorës, ku Jovan Posio preferoi të vendosej me banim pas vitit 1900, rreth vitit 1901, ai ndodhet për krah gjithë këtyre personazheve të tjerë, të cilët bën të mundur ngritjen e flamurit. Kemi delegat të Korçës Spiridon Nilon, i cili ndodhet në këtë fotografi. Kemi pjesëmarrës të tjerë si për shembull dy vëllezërit, të cilët janë Dimitër Mborja Emanuil dhe Pandeli Mborja Emanuil, të cilët ndodhen këtu dhe që ishin përfaqësues nga kolonia shqiptare të Bukureshtit. Edhe të tjerë përfaqësues me radhë, të cilët ndodhen në kjo fotografi, që është me autor. Ndoshta mund të ketë një pikpyetje të vogël midis dy autorëve, por që unë mendoj se kjo është një fotografi e kryer nga patrioti i shquar, fotografi Petro Dimitri, ose i njohur ndryshe si Petro fotografi. Është një pikpyetje që mund të mbetet për fotografi, nga që në këtë moment aty ka qenë ndodhur dhe fotografi tjetër korçar, Vani Burda, por që unë mendoj që kjo fotografi së bashku me ato të përvjetorit të parë të pavarësisë që ne shohim në balkonin Ismail Qemalin me anëtarët e kabinetit, janë vepra të Petro fotografit ose Petro Dimitrit, që njëjë ndryshe. Kalojmë në faqja tjetër. Analizimin e dokumentit të pavarësisë, po para se të flasim për të, dua të them diçka që në vitin 1937 dhe deri në rreth vitin 1940 ky dokument është shitur për 1 lek copa. Dhe sot kësaj shifre 1 lek, nëse mund të shtojmë disa zero mbrapa, është pak e vështirë për ta gjetur në origjinal. Dhe diçka tjetër që ndoshta më duhet ta them pak si me sarkazëm, duhet të them që në faqen e parë dokumentit shkruhet ribotimi është i rezervuar. Pra nuk i kemi marrë lej Lefnosit për ribotimin e këtij dokumenti në çdo libër historie apo në çdo kalendar që është botuar deri më sot. Pra kjo është një shkelje të drejtës së autorit, por gjithsesi meqense bëhet fjalë për një dokument që është dokumenti themelimit të shtetit, nuk besoj se do të hasim në probleme me pasardhësit e Lefnosit, për arsye siç thash se bëhet fjalë për një dokument i cili është shumë i rëndësishëm për historinë tonë kombëtare. Dokumenti në fjalë thot: në Vlon me 15 fraksion 28 të vjeshtës së tretë 1328 fraksion 1912. Data 15 dhe viti 1328 janë sipas kalendarit pas Muhamedit, që është rreth 601 vite pas Krishtit. Pra kemi edhe një detaj shumë të vogël të shënuar në dokument. Pra nuk kemi thjesht një datë të shkruar datën 28, por e kemi në dyja variantet e saj, dhe kjo për të mos krijuar konfuzion se në cilin moment, në cilën ditë është shkruar ky proces verbal. Vjeshta e tretë, për ata që nuk e dinë, është vjeshta e tretë quhet muaji nëntor. Vjeshta e dytë është muaji tetor dhe vjeshta e parë është muaji shtator. Kështu që në gjithë korrespondencën e kohës midis patriotëve, përgjithsisht në letrat që ata këmbejnë me njëri tjetrin, por dhe në botimet periodike të kohës, për shembull gazeta, revista apo dhe kalendar kombëtar që janë botuar në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, ne shohim që muajt shtator, tetor, nëntor të jenë me fjalët përkatësisht vjeshtë e parë, vjeshtë e dytë dhe vjeshtë e tretë, që vjeshtë e tretë i korrespondon të jetë muaji nëndorit. Pas fjalëve që tha zoti kryetari Ismail Kemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh në të cilin ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bahet më vete, e lirë e mosvarme. Ky është teksti të cilin e ka shkruar sekretari Luish Gurakuqi, dhe këtë e them me shumë bindje, sepse në dokumentacionin e Kongresit Historik të Vlorës, para se të bëhej kjo mbledhje,
është saktuar që sekretari i kësaj mbledhje të ishte Luiz Gurakuqi, jo se të tjerët nuk e meritonin, po meqense Luiz Gurakuqi ka qenë drejtori i parë i shkollës së parë normale në Shqipëri, e cila ishte e barabartë në atë kohë me vitet e para universitet, nëse themi me shtetet që ne kishim edhe që rrethohemi edhe sot me fqinjet tanë. Kështu që ju besua si për ortografi, si nënkryetar i Kongresit Manastirit, ku është unifikuar alfabeti që kemi ne sot, me dy variantet e tij, variantet që ishin të shqiptarëve të Stambollit dhe varianti që erdhi nga shoqëria Agimi e Shkodrës. Dhe Luiz Gurakuqi, një personazh i njohur i letrave shqipe, autor abetaresh dhe tekstesh të përdorura në shkollat shqipe, u përzjodh jo rastësisht për të mbajtur shëndim dhe ato çka u diskutuan në këtë mbledhje të parë, e cila mori vendim që Shqipëria sot të jetë e lirë dhe e mosvarme. E bëra gjithë të koment sepse kishte diçka ka qarkulluar në këto kohët e fundit që si sekretar apo si shkruajës i këtij dokumenti të jetë Mustafa Kruja ose Mustafa Merlika, si është emri i tij vërtet, por më duhet të them që unë kam qenë i bindur që ky ka qenë shkrimi i Luiz Gurakuqit. Por është dhe një analizë tjetër që janë bërë dy shkrimeve të dy personaliteteve dhe analizat me sa di janë bërë në Itali të kaligrafisë dhe kanë dalë që ky shkrim i takon shkrimit të Luiz Gurakuqit, i cili është dhe firmëtari i dokumentit të pavarësisë, si vetmi përfaqësues nga Shkodra në mbledhjen e Kuvendit të Pavarësisë të Vlorës. Poshtë tekstit shqip kemi tekstin e shkruar që në përmbajtje është afërsisht i njëjti me tekstin e shqip. Është një tekst në osmanisht, i cili fillon, siç e dim, nga krahu i djath, përfundon të majtin dhe për të përfunduar në rreshtën e dytë të saj. Pjesa pas shkrimit në osmanisht është pjesa që është dedikuar në shkruesve të cilët përfaqësonin çdo qytet të Shqipërisë të madhe, jo Shqipërisë ne kemi sot. Duke filluar, do më lejoni që t'i lexoj me radhë të gjitha emrat dhe të bëjmë sqarim për të gjitha ata që ndoshta janë konfuz apo që dëshirojnë të jenë ose edhe që dëshirojnë të jenë konfuz. Më duhet të them që dokumenti i pavarësisë ka 40 firmëtar. Nuk janë as 41, as 42 që është përmendur, është përfolur, saktësisht numri i firmëtarëve është pikërisht 40 apo jo? Gjithë atyre që do të pretendonin të thonin që janë 41, janë 50, janë 70, nuk e kam problem. Do më pëlqente që siç kam punuar zakonisht dhe siç do vazhdoj të punoj normalisht, më duhet që t'ju kërkoj bazën dokumentare. Se ku bazohet? Se të paktën unë jam i bazuar në fakte, në dokumentacionin dhe në zbardhjen e vetë dokumentit që ka bërë Lefnosi, poseduesi të dokumentit dhe i cili thot janë 40 firmëtar, duke i shpjeguar që të gjithë me radhë se cilët janë në shkrimet e tyre që janë në shqip, në shkrimet e tyre që janë në osmanisht dhe duke mos lënë dritë hije për dy shenjat e zeza që ne kemi këtu në mes të dokumentit, të cilat janë përfolur se mund të jenë shenja gishtash, si për t'i përngjarë në shkrimit të ndonjë delegati analfabet. Kjo nuk është absolutisht e vërtet, sepse ne kemi këtu dy njolla të zeza, por do më falësh që këtë sqarimin e këtyre njollave ta vazhdojmë poshtë për arsye sepse kemi dhe një dokument tjetër interesant për ta zbardhur së bashku me këtë.